dëgjuar. Më ndihmove vërtet shumë. E po, nuk ka problem, zotëri. Jam gjithmonë i lumtur që jam i dobishëm. Dhe, e po, është edhe diçka tjetër për të cilën do doja të bisedoja me ju, zotëri. Më ka lindur një ide geniale. A do t'ju pëlqente juve, zotëri, që një nga lokomotivat tuaja të ishte lokomotiva e parë hekurudhore që do i binte rrotull botës? Për botës? Nuk kam dëgjuar kur për një lokomotiv hekurudhe që t'i ketë rënë botës rrotull. Po, zotëri, po, e di, zotëri. Ka mundësi që të mos jetë bërë kur më parë. E po, do të ishte mrekullueshme nëse është diçka e cila mund të bëj, Thomas. Por dyshoj se nuk është e lehtë. Bota nuk është thjesht një hekurudhe madhe që ta dish. Ka oqeane që duhen kaluar. Po ashtu, shkretëtira dhe xhungla dhe male. Por kjo do t'ishte një gjë e mrekullueshme. Apo nuk është kështu, Po, zotëri? Thomas, ashtu do ishte. Oh, ç'më mërziti ky telefon. Nëse arrin në vërtet të gjesh një mënyrë, atëherë bëje. Po, zotëri! Unë mund ta bëj. Përshëndetje. Persi, a ke parë gjë Thomasin? Ai nuk i priti pasagerët e mi sot. Thomas i e la Enin dhe Clarabellën në stacion. Edhe nuk e di se ku shkoi pas kësaj. Thomas, ku është Thomasi? Ai sot lidhi vagonët e peshkut në fund të trenit ekspres. Vetëm prisni sa ta arri atë. A ka parë njëri Thomasin? Kam një ngarkesë të mirë që dua që ai ta çojë në Wells për mua. Thomas? Thomas! A mos e ka parë ndonjëri Thomasin? Thomas! He could have busted into some buffet or dropped down into a mine. Or rolled into the ocean cause he passed a danger sign. He could be stuck inside a tunnel with no steam to move at all. Or crashed into a station master's house. Drejt në mur. He could have strayed into a woodland on a track that's overgrown. Or found a secret tunnel to some island that's unknown. Jo, nuk ka kuptim. Si mund të ketë këtu ndonjë ishull dhe ne nuk e dim? Apo është i mbuluar me mjegull? E po, kjo tingëllon shumë misterioze. Caught up in a landslide. Or have fallen off a bridge. Or tried to climb a mountain And be stuck up on a ridge.